Prisni një limon, mbusheni me krip dhe vendoseni në dhomë. Rezultati do ju lërë pa fjalë. Limoni konsiderohet si një nga frutat më të shëndetshëm. Ka shumë veti të cilat ju vinë në ndihmë për shëndetin, madje edhe në luftën kundër disa komplikacioneve siç mund të jenë artriti, tretja jo e mirë, gjithashtu edhe problemet e reumatizmës. Lëngu i tij përdoret për largimin e helmeve nga trupi, gjithashtu edhe për të shkrirë gurët në veshka dhe për të përmirësuar shëndetin e tëndhit. Ky frut përmban vitaminën C, vitaminën A, vitaminën E, hekur gjithashtu përmban edhe magnez dhe shumë vitamina të tjera të cilat parandalojnë edhe problemin e plakjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por edhe aroma e limonit është e këndshme dhe freskon gjithashtu ambientet tuaja të brendshme. Por a i dini efektet e përdorimit të limonit nëse e vendosni atë në dhomën tuaj të fjetjes dhe e vendosni të qëndrojë aty gjatë gjithë natës? Nëse prisni limonin dhe vendosni në dhomën e fjetjes, afër shtratit kur flini, mëngjesin e nesërm do të ndjeni gjithmonë edhe më të lehtësuar. Mushkëritë tuaja do të funksionojnë më mirë. Frymëmarrja juaj do të jetë më e lehtë dhe do të lehtësoheni nga ftohja në rast se ndjeheni edhe jo mirë. Provojeni dhe nuk do të zhgënjeheni me përfitimet që do të merrni. Limoni ka benefite të panumërta shëndetësore dhe po aq benefite të tjera. Shija dhe aroma e tij specifike i japin edhe më shumë efikasitet gatimeve tuaja. Po ashtu limoni përmirëson shëndetin e zemrës, ndihmon në përmirësimin e lëkurës dhe eliminon bakteret dhe infeksionet. Megjithatë, limoni ka edhe aftësinë e një truku që jo të gjithë e dinë. Limoni mund të eliminojë aromat të këqija të kuzhinës suaj. Gjithashtu, ky truk mund të bëhet në këtë mënyrë. Ndani limonin në 4 pjesë, por mos e ndani atë krejtësisht. Vendosni pak krip në pjesët e ndara dhe vendosni limonin në kuzhinë. Limoni vendosur kështu eliminon aromën e keqe dhe sjell aromë të mirë në kuzhinën tuaj. Gjithashtu eliminon bakteret që mund të jenë prezente. Ju po ashtu mund të krijoni një dezinfektues të fortë dhe të kombinuar me lëngun e 3 limonave, sapunin e lëngshëm dhe pak krip në një shishe me ujë. Kjo do të dezinfektojë krejt hapësirën që ju e vendosni atë. Kështu do të keni rezultate fantastike nga përdorimi i limonit. Lëngu i limonit përdoret në mjekësinë tradicionale si diaforatik dhe diuretik, si gargar, locion ose tonik. Kripa është thelbësore për trurin si uji dhe oksigjeni, kështu që mos u habisni kur të mësoni se ky kombinim trajton një sër shqetësimesh siç janë dhimbjet e fytit. Mund të çlirojë nga dhimbjet e fytit duke shtuar në një gotë me ujë të ngrohtë, një lugë dhe lëng limoni të freskët, gjysmë lugë kafeje piper të zi dhe një lugë kafeje krip. Bëni gargar me të sa më shpesh dhe do të lehtësoni dhimbjet e fytit, citon Brightside. Lehtëson gurët e tëmthit. Depozitat e ngurtësuara të lëngjeve tretëse që gjenden në fshikësin e tëmthit quhen gurët të tëmthit. Këto gurë mund të jenë të dhimbshëm dhe mund të ndikojnë në tretjen tuaj. Përzini 3 pjesë të vaj të ullirit me 1 pjesë limoni dhe 1 piper të zi në një gotë. Pijeni këtë përzierje, ajo mund të shkaktojë lëvizje të gurëve të tëmthit, gjithmonë nëse ato janë në fazën e parë të krijimit të tyre. Ndihmon në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Për të humbur kilogramet të tepërt, përgatisni një pije si kjo: 1/4 e lugës së kafes me piper të zi të bluar, 2 lugë gjedhe me lëng limoni dhe 1 lugë gjedhe mjalt në një gotë me ujë. E pini esëll çdo ditë, për më shumë shpejt do të keni rezultate të duhura. Limoni është i mirë dhe kundër të përzierave. Dhimbja e stomakut mund të qetësohet me piperin e zi, ndërsa limoni ndalon të përzierat. Përzini 1 lugë gjedhe lëng limoni në 1 lugë kafeje piper në një gotë të madhe me ujë të ngrohtë dhe e pini ngadalë me gllynka të vogla. Limoni është i mirë kundër ftohjes dhe kundër gripit. Limoni mund të bëjë mrekulli në ftohje ose në grip. Shtoni gjysmën e lëngut të limonit në lëkurë në një enë me ujë të vluar. E lini për 10 minuta dhe hiqni lëkurën. Bëjeni këtë derisa të ndjeheni më mirë dhe do të keni lehtësimet më të mira kundër këtyre shqetësimeve. Lëngu i limonit gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të kokës. Dhimbjet e kokës, por edhe ato më të forta siç janë migrena, nuk mund t'i përshkruaj kurrë saktë dikush që nuk i ka provuar ato.
Receta magjike kundër dhimbjeve të forta të kokës ose migrenës nuk ka, megjithatë ka disa produkte natyrale të cilat ofrojnë shpëtime të menjëhershme. Kështu ekziston një trajtim natyral i cili përmban 3 përbërës dhe ofron lehtësime të menjëhershme për dhimbjet e forta të kokës. Ju duhet një gotë e mbushur 3 çerek me ujë, lëngu i një limoni dhe një lugë çaji me krip. I përzjeni së bashku dhe e pini lëngun menjëherë. Për saktësi, duhet të dini që kripa që duhet të përdorni duhet jetë e një cilësie të mirë. Rekomandohet kripa roze njohur me emrin kripa Himalajeve, por mund ta përdorni edhe kripën e zakonshme. Si ta kuptoni nëse kjo recetë funksionon për ju? Çdo trajtim ose recetë natyrale funksionon ndryshe te secili njeri. Dhimbjet e forta të kokës si dhe migrena prek 1 në 10 njerëz në botë dhe secili prej tyre rrëfen simptoma të hershme të ngjashme me ato të ndryshme. Receta me krip me lëng limoni është shumë e mirë për njerëzit për këto simptoma të mëposhtme si të përzierat, të vjedhat, mpirjet, therrje, marramendje, ndjeshmëri ndaj dritës, zhurmave ose aromave, dhimbje që zgjat nga 2 deri në 72 orë, dhimbje pulsuese të kokës. Shkaktarët kryesor të dhimbjeve të kokës mund të jenë nga më të ndryshmet. Studimet thonë se stresi mund të jetë një nga shkaqet e dhimbjeve të forta të kokës, por edhe të migrenës. Dhimbjet në fillim zgjasin pak, por stresi i vazhdueshëm mund t'i transformojë ato në dhimbje koke të thjeshta në migrenë. Konsumi i alkoolit dhe mungesa e vitaminave janë arsye të tjera të forta për shfaqjen e migrenës, por një nga shkaqet më të rëndësishme është dehidratimi dhe prishja e ekuilibrave të elektroliteve. Elektrolitet janë minerale të rëndësishme në funksionin e organizmit. Një prej këtyre mineraleve është magnezi, i cili ndër të tjera lufton inflamacionin. Dhimbjet e forta të kokës besohet të jenë reagime inflamatore të organizmit. Kjo është një arsye pse kripa, që duhet të përdorni në recetat e lartë përmendura, duhet të jetë roz sepse është e pasur gjithashtu edhe me më shumë magnez. Shumica e njerëzve e dinë se limoni është një thesar i vitaminës C, por përfitimet e tij shëndetësore nuk mbarojnë me kaq. Limoni përmban pektin i cili ndihmon në uljen e sheqerit edhe në të njëjtën kohë mburret me një numër të jashtëzakonshëm të ulët të kalorive, ndaj është i dobishëm edhe në dietat rigoroze. Limoni gjithashtu është një burim optimal i vitaminës C. Kjo vitaminë është e rëndësishme për prodhimin e kolagjenit dhe ndihmon në përthithjen e ekurit nga ushqimet bimore. Marrja adekuate e vitaminës C parandalon formimin e gurëve të tëmthit. Vitamina C lufton në mënyrë efektive ftohjen dhe nxit rigjenerimin e kockave. Acidi citrik është i pranishëm në lëngun e limonit, i cili nuk e ul pH-in, por e ngre. Megjithatë, duke rritur pH-in në urinë, acidi citrik ndihmon në shpërbërjen e gurëve në veshka dhe gjithashtu ndihmon në largimin e amoniakut nga trupi, i cili është një përdorim i produkteve të metabolizimit të proteinave. Limoni gjithashtu përmban D-limone, i cili është i pranishëm në lëvozhga. D-limoneni lehtëson inflamacionin dhe normalizon sheqerin në gjak. Rekomandohet veçanërisht për problemet e frymëmarrjes. Efekti i tij është i vlefshëm për njerëzit me mushkëri të dëmshme. Gjithashtu, ekspertët citojnë se limoni është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj, pasi është i pasur me vitaminën C. Limoni është i pasur me vitaminën C, kështu që nëse nuk dëshironi të sëmureni për shkak të mungesës së kësaj vitamine, përfshireni limonin në dietën tuaj ditore. Do të keni gjithashtu një ushqyerje më të mirë. Përveç acidit aksorbik, limoni përmban sasi të lartë të vitaminës A, folatit, niacinës, tiaminës, riboflavinit, acidin pantotenik, bakër, kalcium, hekur, magnez, kalium, zink, fosfor dhe protein. Shëndeti juaj i lëkurës do të përmirësohet me përdorimin e limonit. Ndoshta e keni vëretur vitaminën C në përbërësit e shumë të produkteve të kujdesit për lëkurën, dhe kjo për shkak se vitamina C është çelësi për prodhimin e kolagjenit. Kolagjeni është shumë i rëndësishëm për lëkurën, fortësinë dhe elasticitetin e saj. Përdoreni limonin në dietën tuaj në mënyrë të rregullt dhe do të keni një sër benefitesh për mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj në këto raste duhet ta përdorni gjithmonë në mënyrë të efektshme për të marrë vetit pozitive. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.